Si kredeja prej lop. Edhe dje që si të bën bëj pasha koronin, ja pasha mësafin po të rrenë. Me që jam agnostik ose ateist, betohem si jam fetar edhe për arsye se unë i kam lexuar gjitha librat fetar, se këta musliman të bojnë adem. Edhe Jezu Krishtin e bojnë musliman, thojnë nuk unaj. A krejt ata që janë falë mas Jezu Krishti janë kont krishten. Mu mjafton vetvetja me qenë vetëm shqiptar. Përshëndetu Shqip, të gjatë jeta, mirë dita, mirë më gjesi, qështë të shkua. S'ki nevojti mu me më thonë, selamun alejkum. Pak laskuca na shqiptar. A mundeme me fillu? Prej nga jene? Si kredeja prej lop. Lapjanka, oke. Çka i bën Lapjant të veçantë? Edhe unë jam gjys lap, gjys drenicë. Primitivizmi, patriarkalizmi. Patriota shumë lopi, a? Edhe drenicës janë, valla. Ane i ka dy janë. Jo, keni flamurin. Për advesarizëm. Tash pa shako. Ato që kemë për para, kemë pak ironi, pak mahi, po respekt për drenicën, për arsye se gjatë gjithë historisë e kanë tregu vetë. Deri edhe luftën e fundit. Tjertë kemi qenë ndihmes, mirë po luftën e ka bo drenicë. Kanë e cilësën të patriot, vërtet që ka kontribu për vendin? Po njeriu që kryen detyrën në ndershëm ndaj atë dheut, është patriot. Ti si Lapjan? Po. Kom dëgju tash, edhe vetëm gjysë lapet janë shumë i këprica. A është e vërtet? Nuk dallohemi shumë prej rajoneve tjera në Kosovë. Jo. Për arsye se shif, në Kosovë kanë qenë 4-5 qytete pak më të mëdha ku ka qenë zejtaria pak më zhvilluar, për shembull si Peja, Gjakova, Prizreni, në Prishtina pak deri dikun, po Prishtina ka qenë më e vërshume prej ardhacakëve tjerë. Tjerat rajone kanë pas njëjtën tradit, njëjtin adet të shtëpia, mikpritjen, këto nuk ndryshojnë shumë. A kanë edhe si shprehi Lapjant pasha Kuranin? Edhe dje që si të bën bëj pasha Kuranin, ja pasha mësafin po të rrenë. Po të rrenë? Dhe me thonë si besu, e pse be me bu bëj pro Kuran, pse be bëj? Nuk e di... Pse be përfshin atë pjesën e... është historik pak ma i gjatë me spjegu që është janë fetare, po më duket ka kaluar në shprehia jo. E ju vetë e përdërni si Lapjant? Së mund betohem që kur i iku se me që jam agnostik ose ateist, nuk përbetohem si jam fetar edhe, po mbasën dojherë edhe pave dje se dikur kalon shprehia jo, edhe Lenini e ka përdorë shprehjen për shembull për Zotin. A dihet që ai ka qenë ateist, marksist e me. Pse ateist, a mund është me tregu paka shumë rreth kësaj pjesa? Rreth? Ateist? Po. Për arsye se unë i kam lexuar gjitha librat fetar, që populli ata që besojnë i quajnë të shajt, po nuk jam bind për ato libra. Se ato libra janë redakturat njerëzve. Nuk janë libra të shajt, s'kanë ardhur për inalt, kur gjë s'ka ardhur për jetë. Edhe nuk më kanë bind ato libra dhe spjegimet e tyne për ato gjëra që e spjegojnë ata botën, se me hy si mas spjegimeve fetare. Nëse ne jem prej ati Adamit, se këta musliman të bojnë adem, edhe Jezu Krishtin e bojnë musliman, thojnë nuk unaj. A krejt ata që janë falë mas Jezu Krishti janë kont krishten. Çfarë absurd është spjegojnë. Nuk del mosha e njeriut në këtë planet nuk e mërrin as 10.000 vjeçin. Se kur i llogarisin prej Muhameti, e shkojmë me radhë deri te Ademi, kur i mbledhni matematikisht, krejt pejgamber shenkun, edhe ato janë shënimet librave tyne që ata i quajnë shajta. Nuk del mosha as 10.000 vjet. Po tash aty janë korçullu gjetën ato ornamentet e ilirëve 18.000 vjet vjetra. Unoza, metalet ndryshme sen. E kush i marroi ato nëse s'ka pas njerëz? Për çka unoza, për çka biluziku, e ornamente tjera. E në çka besoni jo? Unë besoj në natyrë, besoj në ty, besoj në njeriu, në drunit i besoj... Që ka Zot, nuk besoni, apo? Ajo është një pikë pyetje tepër e madhe, që unë nuk mund as me pohue, as me mohue. Unë as po as jo? Jo, për arsye se nuk e di. Nuk e ke po. Njerëzimi din deri në qatë nivel që din. Ato tjerat pastaj janë supozime. Do me thonë,
aty ku përfundon shkenca, janë nisë religioni, prova. Po argumentoma. Pa dalë drejt është dikush që ta ka mbush me një farë formë dhe me një pikë mendjen, që mu bo ose musliman ose krishtar. Ta ka jep një përgjigje që Jo, mu ta ka mjafton, ndru menjen. mu mjafton vetvetja me qenë vetëm shqiptar. Edhe me qenë, përpiqem me qenë njeri tash, sa ja del nuk e di. Se njerëzit i dalloj vetëm njerëz të mirë edhe njerëz të këqij. Po nuk i dalloj as në baza kombëtare, as fetare, mjafton me qenë njeri mirë, mu përpjek mos me bo keq, edhe këto besimet janë shumë relative. Ne kemi qenë krejt krishterë, a kemi qenë? Po, na, s'është larga jo, para 300-400 vjetë, ne krejt kemi qenë të krishterë. Aty këtu na i dervesh kur kanë ardhur fillimisht prej Turqie, që kanë filluat me pru, po si mas, dikun përmbi 98% ne kemi qenë kohë Skënderbeut krishter. Feja islame këtu ka ardhur në 300 vjetëshin e funit, ja ka nisë masivisht. Jemi të regu pak dopt ne, pak laskuca na shqiptarët. Pse thu këte? Pe ofendon thu popullin tonë. Po, pse nuk u tjetërsuën në çështjet besimit as grekt, as bulgart, as sërb, as malazest, veç na. Pse kish privilegje. A mendon që paguhen për konvertimet që bohen? Po, unë Prej besoj fesë në fej? Po flasim prej muslimane krishterë që po kalojnë. Kanë qenë vitin e kaluam 100 konvertime për një ditë në Prizren Po i atje. kum po. Shiko, për këta që e bojnë konvertimin si mas, si individ, nuk besoj që paguhen, po dikush rrinë mrapa financiar kanë shumë në veçanti bota islame, se na peshohëm qëfar ka qenë religioni deri para luftës, njerë me vesh, babën e kum pas një loj hoxhë, nëse ka pas me drezën të kryne. E njoh shumë mirë atë tradit, po ne e kemi pas besimin tradicional, me cilin imi mësue. Ajo, falja, Ramazani, e kanë festu Bajramin një farë mënyrë, po shiti absurdi që ka ndodhë sot. Tash traditat e botës arabe, e Arabi është bukur e madhe, asa ta nuk i kanë krejt traditat e njejta. Këta nemën të besimit po i sillin traditat, se bon me qenë edhe besimtar edhe shqiptar, për shumë. Po ne, ti din, tash se po duhet me prek atë temen ma të ndiheshme atje. Ne smartohemi me qikmizjes, tezës, të halës, asë në fesë shqiptarët nuk janë martuar deri para 60 vjetë. Kam mjaftuar me qenë berishti, e Prizrenit, qoftë e Shqipërisë, edhe unë e fesë berish, me zveti s'ka pas martesa. Ma vonë të një janë thyë pak, po në Afri, familjare, bile deri në brezin e 7. Nëse bojmë atë punë, se a kjo është tradita. Do me thonë, ti, unë njoh edhe Gjerman që janë konvertuar në islam. Mirë pa ajo është Gjermane, ka kulturën Gjermane, ka traditën Gjermane, po besimin e ka në këte. A mujmë na shqiptarët me qenë besimtar, po me i ruajt traditat tona. Përshëndetu Shqip, motër, përshëndetu Shqip, të në gjatë jeta, mirë dita, mirë me gjesi, qështë të shkua, s'ke nevojt i mu me më thonë, selamun aleikum. A të pengane se të përshëndeti kërë selam aleikum a? S'ja kthej heq përgjigjen. Jo, s'ja kthej, se unë shqiptar jam. Tash, mu mjafton me qenë shqiptar. Mirë po tash, ti rregulla i ti, sipas islamit, i takon me të përshëndet selam aleikum. A e bën vetën, ti e bën tonën që shaktan. A dënëja nuk ndryshon. A përshë fejën e kemi pas të krishtene, qoftë ortodokse, qoftë katolike, jemi konvertuar në islamizëm, e kemi në rrugë, do me thonë, në bazë nevojave të rrethonave historike. Po a dënëja nuk ndryshon kur ajo mbetet shqiptare dhe mija vjetë. Atëherë nuk ke nevoj ti me më përshëndet mu në gjuhë të huaj, unë thash, plot Gjermon një që janë bo islam, pa e më përshëndet gjermonisht mu, jo arabisht. Këta nuk pe kuptojnë që këtu ka hy një dreq. Nemën dhe besimit e koj qëllim afat gjatë, kërejt diçka tjetër, nuk e s'është dhe qashtje besimi këtu, është qashtje politike, është qashtje ekspansioniste. Se dikush dënë që të troje nesër me para përgatit terenin me hy ma kalaj, mja qelë dyrë të mva. Kështu e shohën. Edhe i pyte për fund çfarë mendimi ki për hoxhallarët? Një numër shumë i vogël janë me vetdije kombëtare. Për mua, ai që është hoxh, po në rand të pare ka gjuhën, kombin, traditën, kulturën, pastaj besimin është i pranueshëm.
këta që në rovë pare kanë fenë, se këta me Kur'an, këta se njojnë kombin. Ta njojnë, thojnë, vllazëria muslimane, në krejt botën. Ajo mohon kombin, nuk e nje. Ata janë për mua të papranueshme. Ndryshëm për kohën që zhjetëm ndonë. Gjithat mirat.